një mungesë vullnetit të vetëvendosjes për ta bërë qeverinë. Dhe për këtë duhet këtë një arsye të caktuar. Në anën tjetër, partia e tretë, Lidhja Demokratike e Kosovës, ka deklaruar disa herë që janë për një qeveri opozitare, të cilën do ta udhëheqin ata, si e treta. Nuk e kanë përjashtu mundësinë që ta votojnë po të mos jenë pjesë e qeverie të opozitës, e tjera tjera. Pe ka del optimizmi i PDK-s me udhëheq një qeveri të opozitës në një kohë kaq të shkurtër, me kaq shumë paqartësi për konstelacionet ndërkombëtare dhe presionet e mundshme që mund të nënshtrohet ajo qeveri, dhe në kohën kur i kemi një muj të humbur të qeverisjes, sepse do të ketë zgjedhje lokale në mes mandatit. Para zgjedhjes për përgjegjësisë. Edhe unë e di që më në me thonë po të nglën klishe, po s'është ashtu, për përgjegjësisë. Që po e marr prej anës tjetër. Krejt po e dim që për një vitin e ardhshëm kemi ballavaçuar me zgjedhje 99%. Dhe ka të tillë që thonë, po hajde 99% është mundësi janë mos zgjedhjes. Ka kush i bë 80 vota me zgjedh president. 3. Ja kanë bërë 80 vota një diskutë që dhe mbrëmë diskutuar pati fete Jahja. Një orë fare. Ja bëri LDK-ja votat Vjosa Osmanit pasi se e kishte çar partinë. Kontekst ke tjetër gonaj. Po gjithmonë ekziston një kontekst. Janë krahasueshëm, atëherë ka pas koalicion tjetër që janë krahasueshme me dhon drejt. Po do të mund. Okej, 99%, nashta që kanë ardhur për Le ta marrim këtë premisë, sepse mbi këtë premisë e ngrita komplet diskutimin. Po të tillë që thonë, po pse s'pelan me Albin Kurtin? Po unë e madhe, le të rren, kam u ballavaçuar me presione, s'mund me bë kur gjë, opozita e fortë, ajo i dopt, mund i mërzu asaj. Çfarë e thash? Po kjo është menim taktik. Kjo është menim taktik, politik, që e vendos interesin partijak si prioritet. Në PDK nuk të muj me menu qështë. Për mu, interesi Kosovës është maj ma. Dhe jam i gatshëm. Po veç interesi Kosovës është maj gjatë se një vit zëti Krasniqi. Në prill dhe se kur të kthehet maj fuqishëm, që është interesi? Po qëfar i fuqishëm, njerëzit kanë harru që punën, që është mund mu punu këtë vend. Njerëzit kanë harru që për një me mundën mu nisë dhe mu kryk rrugët. Të rritë menojnë që i lirë të lashën e kanë lanë autostradat. Nuk e kanë harru që shokon Kosova, që e kemi shkatru, që e kena shkatru këtë rrugë të vjetra që e kena marru rrugë të reja. I kena shkatru kontenjerat që e kena marru shkollat të reja. Njerëzit kanë harru shpënu e to. Kanë harru këtu, njerëzit kanë harru me besu që mund më rritë rroga 50%. Mjafton nëse kanë harru, zoti Krasniqi. E po tash për 9 muj. Për 9 muj ja kujtojmë na, për çatë arsye po. Njerëz edhe po kanë për 9 muj na ja kujtojmë. Sepse guximi politik në këtë vend, edhe guximi me qeverisë, po vjen keq, po tash duket pe kryetarit partisë demokratike subjektive, po nuk ka kërkush guxim më shumë se sa me marr vendime trona edhe transishme se sona. E kemi dëshmuar të kaluar, kemi dëshmuar edhe sot nëse na hapet kjo mundësi. Unë nuk i iki përgjegjësisë, Bedri Hamza si ik përgjegjësisë. As nuk ka ndaj bart të madhe që të thojmë sun e bajmë, as nuk friksohemi që kemi ballavaçuar me presionin ndërkombëtar. Na e dim që këtë arritur në atë mbledhje të Kosovës nuk jo mbon vakum, as nuk jo mbon vetvetiu, as nuk jo mbon konflikt me Amerikën e me Evropën. Përkundrazi, këtë sukseset tona janë kur ne kemi arrit me pas mbështetjen e tyne. Sot se kemi. Sot nuk e kemi. Sot ne kemi sanksione për BE-s. Sot ne kemi, do me thonë, shpërfillje nëse kur gjë tjetër për Amerikës. Është kryeministri i parë në historinë e vendit tonë që shpinë e bardhë ka po veç për jashtit si turist. 4 vjetë kryeministër, mandat plot, nuk kam rri me him rana. Nuk ka pas vit që s'ka shku kryeministri i Kosovës në Washington. Kom punu mandatin e parë, zotit Thaçi. Çdo vjet vizitë zyrtare s'paku zavendës presidentin e Amerikës e kemi taku. Edhe ai ka vazhdu pastaj. Ma ne ka vazhdu edhe presidenti edhe zavendësi. Këtë herë as presidenti as ka qenë. 4 vjet kur e kemi po presidentin e Kosovës. Një herë i kam prit në State Department bashkë. Po du me thonë, jënë senet cilat kemi harru që jënë normale me u bu. Jënë domosdoshme. Për 7 muaj të bët një qeveri dhe pastaj përzihen letrat edhe njëherë, pra shkojnë zgjedhje. Unë jam optimist që mas qëtoj qeverie, që to parti që e bujnë që qeveri ka me posë rezultat shumë atë mirë mas një viti. Nuk duhet me mu friksu, unë nuk e di pikojt për ju bërëm frika njerëzve që dojnë, po ka dalë se s'mujna e bo për 9 muj. O, mujnë për 9 muj me bo.
mujnë për nën mujë, se veç për këtajnë 2008 në 2008. Por e ka thënë edhe këtë studio, s'mund bëjmë shumë për 2008 për këtajnë. S'pë thëmë shpallja pavarësi, që hepe të lo 2008, 2009 për këtajnë. Krizë ekonomike globale ka që. Këtë shtetet e rajonit kanë pas recesion. Veç Shqipnia konë stagnim. Jo konë zero kanë pas rritën, tjertë jo konë minus. 5% e kemi pas rritën ekonomike. I kemi njës autostrada, kemi njës shkolla, kemi rritë rruga, kemi rritë pensione, i kemi bo krejtë për një vjetë. Që s'bohën për një vjetë? Bohën punë për një vjetë. Në të i këshyrë Albin Kurtin me një shpurt njerëzve të pafë që kanë qeverisë veni për mënyrë që s'bohën punë. Punë të kryen, duhet me pas vullnet, duhet me pas kompetencë, duhet me pas guxim. Qëto të rria unë besoj që na i kemi, unë jam i bindun që, jo që i ka Petri Omza, po këtë ministra që këshim emru na, këshim